Efektet anësore më të shpeshta të aspirin janë të përzjera, irritim, djegje dhe dhimbje në stomak. Një pyetje që mund të lindë secilit: çfarë ndodh në stomakun ton kur marrim aspirin që shkakton këto shqetësime? Stomaku, për të mbrojtur muret e tij nga acidi që vetë prodhon, apo edhe nga barnat ngacmuese, prodhon, e thënë në thojza, një vaj mbrojtës që në gjuhën mjekësore quhet mukus. Aspirina pa dashje bllokon prodhimin e këtij vaji. Pa këtë mburoj, acidi fillon të gryej murin e stomakut duke dhënë shqetësimet e mësipërme, të cilat, nëse nuk konsultoheni dhe të merrni masa, mund të kthehen në dëmtime. Tjetër efekt anësor: aspirin mund të shkaktojë ulçëra dhe gjakrrjedhje nga stomaku dhe zorrat. Për ta kuptuar se si aspirin mund të dëmtojë stomakun deri në këtë mas, shërben kjo analogjia thjesht. E imagjinojmë stomakun si një kështjell të mbushur plot me acid, i cili për të është një armik. Stomaku, e thënë në thojza, ka një roje të quajtur prostaglandina, e cila lyen muret e tij me një xhel mbrojtës që acidit mos i djeg. Kur aspirina merret si bar, këtë rojen që lyen muret e stomakut e vën në gjumë. Pa rojen që lyen muret, acidi fillon të gryej dhe të djeg muret e stomakut, duke i skuqur, ejtur dhe hapur plag që në gjuhën mjekësore quhen ulçra, nga cila mund të rrjedh edhe gjak, që në gjuhën mjekësore quhet hemoragji. Ndaj gjithmonë thuhet kujdes stomakun kur merrni aspirin. Një tjetër efekt anësor është rreziku për hemoragji edhe në organet e tjera, qoftë të lehta, shpesh edhe të fshehta, si nga hundet, quhet ndryshe epistaksis, pra rrjedhje gjakun nga hundet, në lëkurë si mavijosje apo si nxirje, në gojë përshtym me gjak, në urina me gjurmë gjaku, në zorë dalje me ngjyrë të zezë si katran. Për ta kuptuar se si aspirin e shkakton këtë efekt anësor, trombocitet i mendojmë si pulla mengjitës që përdoren kur shpohet një gomë makine, apo gomë motori, apo gomë biciklete. Kur ne përdorim aspirin, kjo ju heq ngjitësin këtyre pullave dhe ato thjesht afrohen tek ena e gjakut që është dëmtuar, por nuk mund të ngjiten për të mbyllur rrjedhën. Kështu që hemorragjia vazhdon. Trombocitet, si element që kur bashkohen ndalojnë hemorragjit, kur përdorim aspirin e humbasin aftësinë për të ngjitur me njëra tjetrën dhe për të mbyllur çdo plag apo burim të gjakrrjedhjes. Ky efekt i aspirin është i pakthyeshëm për 7 deri në 10 ditë, që është jetëgjatësia e një trombociti. Ndaj thuhet kujdes me aspirin kur keni ndonjë plag të hapur, kur keni mukozë të hundës delikate ose që rrjedh gjak me shumë lehtësi dhe shumë shpejt, nëse keni bërë ndonjë operacion kohët e fundit. Përdorimi i aspirin në këto raste rrezikon të shkaktojë hemorragji. Efekt tjetër anësor i aspirin mund të keqësojë ose mund të shkaktojë astmë, veçanërisht tek personat që ju ka ndodhur një gjë e tillë ndonjëherë kur kanë përdorur aspirinën ose barna të tjera të grupit e saj, si ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, naproxen e të tjerë. Për të kuptuar se si aspirin shkakton ose keqëson astmën, shërben kjo analogji e thjesht e quajtur rruga e devijuar. Imagjinojmë një lumë që ndahet në 2 degë të cilat përfundojnë në mushkëri. Njëra degë mbart dhe çon në mushkëri lëndë ushqyese, zbutëse dhe liruese të rrugëve të frymarrjes, e quajtur dhe dega e prostaglandinave.
Dega tjetër, e quajtur e leukotrieneve, çon në mushkëri lëndë ngushtuese, inflamuese që shkaktojnë etje dhe ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes. Aspirina gabimisht vë një digë, pra ndalon degën e parë të lumit atë liruese dhe zbutëse, ndërsa lë aktive dhe jep presion të madh degës tjetër të lumit që çon në mushkëri lëndët inflamuese dhe ngushtuese të rrugëve të frymëmarrjes, duke çuar kështu në krizë të astmës. Përveç lëndëve ngushtuese, dega e dytë nga bashkimi i dy degëve ka edhe presion të madh, gjë që përmbyt mushkëritë, duke çuar sasi të madhe lëngjesh brenda saj, të cilat shtypin tubat e ajrit duke vështirësuar edhe më shumë frymëmarrjen. Ndaj, thuhet kujdes me aspirin kur keni histori tuajen personale ose familjare me astmë, veçanërisht atë të shkaktuar nga aspirin ose ndonjë bar tjetër i grupit të saj, si ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, naproxen e të tjerë. Tjetër efekt ansor i aspirin është sindroma Rey tek fëmijët. Ky është një efekt ansor i rrallë por fatal, që prek mëlçinë dhe trurin e fëmijës. Sindroma Rey ndodh kur aspirina jepet tek fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç dhe që po kalojnë një infeksion viral, si gripi apo linja e dhenëve. Aspirin dëmton mitokondrit, pra që janë si centralet energjisë së qelizave, veçanërisht atyre në mëlçi, duke çuar në dështim të këtij organi. Për të kuptuar këtë efekt ansor të aspirin, shërben kjo analogji. Çdo qelizë ka nevojë për një bateri që të punojë. Tek fëmijët me viroz, aspirina sidhet si korrent apo rrymë elektrike me voltazh të madh që i djeg këto bateri. Pa bateri, mëlçia dhe truri ndalojnë së funksionojnë normalisht. Do me thanë, dëmtohen. Për këtë arsye, përdorimi i aspirin tek fëmijët është kufizuar shumë. Ndonse, ky efekt ansor ndodh vetëm tek fëmijët që kalojnë një viroz dhe gabimisht ju japim aspirin. Një tjetër efekt ansor i aspirin është tinnitus apo zhurma në vesh. Quhet ndryshe edhe salicilizëm. Së pari duhet thënë se ky efekt ansor më së shumti vërehet kur përdorim doza të larta aspirine. Por nuk përjashtohet edhe në doza të vogla, si për shembull deri në 100 mg në ditë që përdoret për atë që populli e quajnë hodhim të gjakut. Dozat e larta të aspirin ndikojnë në nervin e leximit dhe në lëngjet e veshit të brendshëm, duke shkaktuar zhurmë ose fishkëllima në vesh. Për ta kuptuar këtë efekt ansor të aspirin, ndihmon analogjia e quajtur radioja e prishur. Kur përdorim aspirin në dozë relativisht të madhe, ndonjëherë edhe në dozë të vogël, ndodh fenomeni i shkëputjes së valve apo ndryshimi i gabuar i frekuencës së radios. Si pasojë, ajo nuk gjen stacionin dhe transmeton vetëm zhurmë. Zhurma në vesh apo tinnitus është shenja e parë që trupi jon thot për aspirin. Mjaft, kjo dozë është shumë e lartë, ose ky bar nuk më pëlqen.